kalimi tek një analizë që në fakt me Florin në niset programit e tham ka të bëjë me pensionistë. Duket se të dhënat e fundit të instant tregojnë që të paktën 10.000 pensionistë janë shtuar tregut të punës vitin e kaluar. Shumica e analistëve thonë se është një mënyrë për të kompensuar ato vendet bosh që kanë mbetur për shkak të emigrimit të të rinjve, por nga ana tjetër mbetet për të parë nëse është kjo një zgjedhje apo një le të themi detyrim për pensionistët, të cilët ndoshta i kanë pensionet e ulta dhe është një luftë për mbijetesë, nëse mund ta themi në këtë formë, për shkak edhe të kostos së lartë të jetesës. Janë analizat të cilat ne do t'i shtrojmë në këtë pjesë të programit me ekspertin e politikave të punësimit Arbër Xhihani, i cili na është bashkuar në studio. Faleminderit shumë Arbër që je këtu. Është kënaqësi. Çfarë do thotë që u punësuan 10.000 pensionistë vitin e kaluar? Si duhet ta kuptojmë ne këtë? Në fakt, kjo shifër dëshmon qartazi nevojën që ka tregu i punës për punonjës, pra për fuqi aktive punën, për të plotësuar pikërisht ato nevoja dhe kapacitetet që po haset vështirësi dita ditës për të kompensuar. Qoftë prej largimit të rinjve apo humbjes së dëshirës për punësim, qoftë edhe për le të themi ndryshimet e vrullshme që tregu i punës po pëson kohët e fundit. Fakti që kemi 10.000 pensionistë të punësuar tregon që të paktën në një formë apo në një tjetër tregu i punës disi po vetrregullohet, por duhet analizuar faktorët që çojnë 10.000 pensionistë për tu rikthyer në një marrëdhënie pune. Nëse është një zgjedhje e lirë e tyre, atëherë kemi një aktivizëm social të tyre për të vazhduar jetën e tyre sociale dhe gjithashtu të ardhura nga punësimi. Por nëse është një nevojë ekonomike, atëherë kemi një problematik tjetër, pasi njëkohësisht kemi dhe një skem pensionesh që nuk po funksionon siç duhet për të përmbushur nevojat bazike të pensionistëve. Për këtë arsye kemi dy anë të medaljes në këtë moment, pra kemi një mundësi që po i jepet pensionistëve për të akumuluar të ardhura shtesë, por njëkohësisht tregon një moment vështirësie për ta për sa i përket anës ekonomike. Tani duke qëndruar tek dy anët e medaljes, mund të ketë edhe një anë tjetër medalje e cila mund të jetë shqetësuese, siç është edhe fakti i shpopullimit që nuk mund të ketë më të rinj të cilët mund të jenë le të themi pretendent për të njëjtin vend pune dhe në këtë rast preferohet që tregu të mbajë të punësuar të njëjtët persona të cilët e kanë mbajtur atë vend pune përpara se dilin në pension. Po t'i referohemi edhe shifrave të publikuara, duket sikur ka një balans, le të themi, të frikshme midis dy skajve. Pra kemi 10.000 pensionistë që janë punësuar vitin e fundit, ndërkohë që kemi rreth 15.000 të rinj të cilët janë paksuar nga tregu i punës në vitin e fundit. Kemi 120.000 të rinj që nuk janë aktiv, pra të moshës 15-29, dhe ndërkohë kemi 110.000 pensionistë që janë rikthyer apo vazhdojnë të punojnë. Pra, duket që janë të lidhura pavarësisht se në formë të zhdrejtë dy faktorët mes njëri tjetrit dhe është pikërisht ajo nevojë dhe pamundësia e gjetjes së forcës së re aktive për treg pune, fakti që ka çuar sipërmarrjet apo kompanitë të investojnë sërish tek pensionistët për t'i mbajtur ato në një marrëdhënie punësimi. Ka rrezik që ky model i shtyrjes së kohës së daljes në pension të kthehet në një normë dhe cilat janë pasojat kryesore që duhet kuptojmë në momentin që ndodh diçka e tillë? Rreziku kryesor është një krizë sociale, sepse pavarësisht se një pensionist me vullnetin e mirë dhe fatmirësisht edhe me mundësitë fizike dhe emocionale për të vazhduar punën, nuk është një kohë e pashtershme. Pra flasim për një marrëdhënie punësimi shumë të kufizuar në kohë dhe do të përballemi sërish me të njëjtën vështirësi për gjetjen e fuqisë punëtore për këto vende vakante. Normalisht që ka vende të cilët mund të shfrytëzojnë fare mirë eksperiencën dhe know-how-un e një pensionisti, qoftë edhe të akumuluar gjatë eksperiencës së punës, por ka më pas vende pune të cilat kërkojnë investime të shtuara për të adaptuar një pensionist në vendin e punës. Teknologjia ka pasur një zhvillim të teskajshëm kohët e fundit dhe do duhet që çdo i punësuar, qoftë pensionist apo i ri, të ecë me hapin e kohës dhe të trajnohet dhe të marrë një uri mbi këto zhvillime teknologjike që më pas do të adaptohen në vendin e punës. Pra, e thënë shkurt,
mund të sjellë kosto ekstra dhe kosto të pa llogaritura për sipërmarrje në momentin që kemi një punësim të një pensionisti. Dhe nëse do shikonim nga krahu, le të themi, personali i një pensionisti që vazhdon të punojë edhe pse ka dalë, le të themi, në pension, vazhdon të paguajë të njëjtat kontribute dhe a ndikon kjo, le të themi, në pensionin e tij të mëvonshëm, pra kur ai ta vendosi që do ta lërë këtë punë? Po, në fakt to janë problematika që ndeshën në momentin e punësimit të një pensionisti, pasi do duhet të ketë disa politika që të subvencionojnë apo edhe të lehtësojnë nga bara fiskale pensionistët, pasi tashmë ajo marrëdhënie punësimi pas pensionit nuk është më për të akumuluar, le të themi, kontribute shoqërore për momentin e daljes në pension, por janë të ardhura imediate që do duhet pensionistit i marrë. Dhe pikërisht këtu do duhet të ndërhyet duke i lehtësuar këto kontribute, ose duke pasur një indeksim më të shpejtë dhe më të saktë të pensionit në momentin që ai është akoma në një marrëdhënie punësimi. Dhe këtu do duhet me patjetër që të ketë ndryshime, pasi aktualisht nuk ka një përkraje, le të themi, mallore për këtë shtresë të punësuarsh. Ne po flasim për situatën aktuale dhe u bazuam tek të dhënat që sjell Instat, por nëse bëjmë një krahasim me 10 vite më parë, paktën nga çfarë po kisha mundësi të lexoja edhe në internet, rezultonte se të paktën 10 vite më parë ka qenë 8.6 në 2015 niveli i punësimit të pensionistëve dhe po flasim për një dyfishim nëse e krahasojmë me atë se çfarë po ndodh sot. Pensionet besoj kanë qenë të ulta edhe në atë kohë, por lidhet kjo me një rritje të kostos së jetesës dhe një largim shumë më të lartë të rinjve, siç e mos harrojmë që 10 vite më parë mosha mesatare në Shqipëri ishte 27 vjeç, tashmë po i afrohemi 27 vjeç. Kështu që vetvetiu shoqëria apo plakët dhe me patjetër kërkon që në treg pune të vazhdojë të qëndrohet aktive edhe për te moshës së pensionit. Kostot e jetesës janë faktor që po detyrojnë pensionistët të rikthehen marrëdhënies së punësimit. Është e paimagjinueshme që le të themi me pensionet aktuale të ketë një mbulim, le të themi, të gjithë kostove mujore që një pensionist apo një familje pensionistësh mund të ketë. Dikur edhe remitancat ishin më, le të themi, më të larta dhe më efektive në një familje pensioniste, pra të ardhurat që ato siguronin nga jashtë, tashmë dhe ajo po zbehet dhe po e humbet vlerën e vet, kështu që normalisht një element i fortë që po drejton pensionistët drejt një marrëdhënie punësimi janë kostot e jetesës dhe mungesa e të ardhurave. A mendoni se është emigracioni, le të themi, një nga shkaktarët e tjerë, pavarësisht pjesës, le të themi, të shtrenjtimit të jetesës, nevojës që kanë pensionistët për të punuar edhe pse kanë mbushur moshën, pra ndikon drejt për drejt emigracion? Në fakt kemi një problematik me të rinjt, të cilët i mungojnë tregu të punës. Shkalla e papunësisë tek të rinjt është dyfishi i shkallës së papunësisë në rang kombëtar, kështu që tregon se ato ose nuk janë aktiv ose janë larguar nga Shqipëria për të punësuar jashtë kufive të Shqipërisë dhe kështu që emigracioni ndikon drejt për drejt në krijimin e vakancave dhe në krijimin e boshllëqeve në tregun e punës, që me patjetër në një formë apo në një tjetër sipërmarrje do duhet të kërkojnë dhe do duhet të mbushin për të pasur ecurinë e tyre në biznes. Emigracioni po godet pikërisht atë moshën më aktive të punës, pra moshën më eficiente dhe më produktive, dhe me patjetër që kjo është një kosto e shtuar për sipërmarrjes, pavarësisht se po gjenden, le të themi, artifica duke punësuar pensionist apo edhe duke marrë punonjës të huaj nga jashtë. Cilat janë sektorët ku, le të themi, ka qenë më e madhe nevoja për të patur mbushje të këtyre boshllëqeve nga pensionistët, sepse ka qenë e pamundur të gjehesh të rinjt? Tani në administrat kryesisht zgjatja e moshës së punës tek pensionistët është më e lehtë dhe shikohet edhe në një numër më të shtuar. Me patjetër që fuqia fizike e një pensionisti bie me moshën e pensionit dhe shpeshherë nuk kemi aktivizime të tyre në profesione apo në vende pune ku kërkojnë një aktivitet fizik të tyre. Kështu që është pikërisht ajo eksperjenca dhe njohuria që ato kanë akumuluar me kohë që jep mundësinë për të qëndruar në pozicione pune ku njohuritë dhe eksperjencat me të vërtet mund të bëjnë diferencën. Dhe këto janë normalisht në sektor si financa, sektor si inxhinier apo në sektor ku edhe interesimi i të rinjve është gjithmonë në ulje dhe tashmë po ka vështirësi për të gjetur të rinjt për t'i zëvendësuar. Jemi kurioz në fakt se si funksionon në rastin nëse do të bëni një krahasim mes privatit dhe administratës dhe se si bien dakord palët për të vazhduar për të punuar në të njëjtin vend pune edhe pse të ka kaluar
le themi mosha, pra dalja në pension. Si funksionon? Është njëjta skem, pra duhet bien dakord të dyja palët për të vazhduar marrëdhënien kontraktuale? Në privat është një marrëdhënie kontraktuale e zakonshme, pra është një marrëveshje midis punëdhënësit dhe punëmarrësit dhe pavarësisht deklarimit të kalimit të moshës pensionit, ka disa kategori specifike në deklarimin në sistemin tatimor, por është një marrëdhënie punësimi e zakonshme, ndërsa në administrat aty duhet të ketë miratime nga eprorët për të vazhduar qëndrimin në sistem dhe në një marrëdhënie punësimi, kështu që letimi është pak më e ndërlikuar. Edhe pse dëshira mund të jetë e madhe individuale për të vazhduar. Po, pra nuk mjafton vetëm dëshira e punëmarrësit, por të duhet me patjetër të kemi edhe një miratim nga punëdhënësi apo nga eprori direkt i punëmarrësit në këtë rast. Ka një rënje të cilësisë nëse janë kryesisht pensionistët ata që mbulojnë një sektor caktuar, si ato që analizuan pak më parë? Nuk do të thoja që ka një rënje të cilësisë, siç përmenda ka vështirësi praktike për shkak të ndryshimit të vetë organizimit të sipërmarrjeve kohët e fundit, por besoj se kategoria e pensionistëve janë kategori që së pari kanë një uri të mjaftueshme për të performuar, le të themi, detyrat e tyre, dhe gjithashtu janë një kategori që gjithmonë kanë sakrifikuar dhe janë impenjuar ndoshta edhe më shumë se ç'duhet në vendet e punës, kështu që shikohen shpeshherë më produktiv se sa një forcë më e re e pune, por që shpeshherë njeh të drejtat e saj dhe nuk ka atë entuziazmin apo vullnetin për të sakrifikuar apo për të performuar më tepër se ç'duhet ka shi punëdhënësit. Kam përshtypjen që duhet ja dim edhe për faleminderit në një pikë, sepse nëse këta 10.000 pensionistë nuk do të donin, pra ta vazhdonin marrëdhëniet e tyre të punës. Do të kishim një kolaps të tregut. Pra do të kishte një kolaps në sistemin e pensioneve? Do të kishim të paktën në vitin e fundit 10.000 vende vakante pune, të cilat do të ishin shumë vështirë për të përmbushur në një kohë shumë të shkurtër. Pra nëse do të kontribute më pak. Me patjetër, nëse do të hiqnim 10.000 pensionistë nga tregu i punës, nuk di nëse do të funksiononte tregu i punës. Është interesante në fakt që Shqipëria është një ndër vendet me nivelin më të lartë të punësimit të pensionistëve në Bashkimin Evropian, dhe nëse në vendet e tjera të Bashkimit Evropian le të themi që kërkojnë për të vazhduar atë angazhimin e tyre më shumë si një zgjedhje sociale për të qenë aktiv me dëshirë, në Shqipëri është një nevojë, një domosdoshmëri apo jo? Ekonomike. Po, kjo është e vërtetë. Niveli i pensioneve në Shqipëri e bën, le të themi, një detyrim për ata pensionistë të cilët e shikojnë veten akoma të mundur dhe aktiv në tregun e punës për të zgjatur marrëdhënien e punësimit. Dhe shpeshherë kjo vjen nga faktorë ekonomik se sa një zgjedhje sociale apo një aktivizim social, siç përmenda më herët. Dhe në fakt, në shkallë krahasimore dhe me vendet të Bashkimit Evropian, shikohet që numri i pensionistëve vazhdon të jetë në rritje, edhe për pasojë pikërisht të mungesës së fuqisë punëtore të re dhe aktive në punë. Gjithashtu kemi disa profesione ku është humbur interesi të rinjve për të vazhduar. Pra, nuk ka më të rinj të cilët duan të arsimohen në matematikë, kimi, biologji, apo në disa drejtime ku realisht ka nevoja të shtuar. Shkenca eksakte të cilat kërkojnë një kontribut. Janë ndoshta këto profesione të cilat me patjetër janë të detyruar të vazhdojnë marrëdhënie punësimi me pensionistë, në të kundërt edhe mund të mbylleshin. Duke parë këtë lloj trendi, pra sepse dhënat janë për 2025, nëse do flisim për 2026 për një raport që do ta kishim vitin tjetër, mendon se do të kemi shifra në rritje? Mendoj se aktualisht nuk është se po ka mekanizma apo le të themi edhe politika të qëndrueshme për të pasur ndryshime rrënjësore, kështu që besoj se trendi do të jetë në të njëjtin kam. Ne bëjmë një analizë dhe deri tani kemi nxjerrë disa pika problematike, Arber, duke patur parasysh këto pikat e kuqe dhe alarmante. Cilat do të ishin në gjykimin tëm politikat që duhen marrë me urgjencë nga ana e qeverisë në mënyrë që të mos kemi problematika të mëtejshme apo edhe këtë shifrën në rritje për vitet e ardhshme? Një element kyç në gjithë të diskutimin që bëm është frenimi, emigrimit dhe gjithashtu përthithja apo mbajtja në vend e fuqisë punëtore aktive. Pra do duhet që të ketë politika që prekin drejt për drejt atë fuqi punonjësish apo fuqi punëtore në moshë të re, të cilët
duan të kenë dëshirën për të qëndruar në Shqipëri dhe për të aktivizuar në Shqipëri dhe jo për të larguar apo për të vazhduar atë trendin në rritje të emigracionit. Mendoj se këto janë politikat kryesore që më pas do të sjellin një reagim zinxhir dhe në ulje të problematikave të tregut të punës apo nevojës për të vazhduar punësim me shtresën e pensionistëve. Faleminderit shumë Marko. Faleminderit. Ishte live në mëngjes. Ne shkëputemi për publicitet, rikthehemi pas pak. Pak do ndalemi tek një nga çështjet më shqetësuese të ditëve të fundit që ka të bëjë me rritjen e çmimit të naftës dhe rrjedhimisht edhe me problematika të shkaktuara në sektor të tjerë. Vetëm pas pak.